Lot dhe tingëllima Qelsësh. Universiteti La Sapienza, omazhe për shqiptaren e vrarë, studenten Ilaria Sula. Qindra student dhe pedagog ju përgjigjen thirrjes së rektores së Universitetit La Sapienza në Rom, Antonella Polimeni, për të kujtuar Ilaria Sulën, 22 vjeçare me origjinë shqiptare të vrarë nga ishi dashur. Në një atmosferë prekse, të rinj të mblodhën në kampus, të bashkuar në heshtje të zhurmshëm ndërprer vetëm nga tingëllimat e Qelsave, një simbol që tashmë është bërë pjesë e protestës kundër krimeve për vrasjen e femrave. Rektoria Polimeni, së bashku me studentët e Fakultetit Statistikës, ku studionte Ilaria, vendosi një tufë lule të bardha në një pankartë që mbante portretin e saj. Ngjarja shënoi jo vetëm një omazh për Ilarian, por dhe një thirrje të fuqishme për drejtësi dhe masa të forta kundër dhunës ndaj grave. Për emisionin Kila Visto, kush e pa Flamur Sula, baba Ilaria Sulës tregoi për ishte dashurin e vajzës së tij Samson, i cili i tha se i vinte keq, madje edhe më përqafoi ku nuk ishte marrë vesh se si ishte vrarë. Trupi Ilarias, studentës 22 vjeçare, është dukur prej 25 marsit në Rom, në zonën Furia Camilo, u gjet mëngjesin e djeshëm në një valixhe të mbyllur të hedhur në një shkem në rrugën provinciale 45B në shtrirën në Capranica në Guadagnano. Ishi dashur i Mark Antoni Samson, një student 23 vjeçar i La Sapienzës me familje filipinase, i lindur në Itali, i vrau Ilarian, ndoshta në të njëjtën mbrëmje që vajza u deklarua e zhdukur në shtëpinë e familjes së tij në Via Homs në lagjen afrikane, ndërsa prindërit e tij ishin pranishëm në shtëpi. Më pas e fsheu me fshehtësi në një valixhe, e mori 40 kilometra larg duke hedhur atë dhe thikën në një kazan. Megjithatë, ai mbante vetë telefonin e viktimës duke fshirë rrjetet sociale. Në fund e hoqi qafe duke hedhur në një puset, shkroi personalisht në shtëpinë e studentëve të tjerë që jetonin të bërë, duke bërë sikur po e kërkonte.